Shenjat që tregojnë se ti do të shkosh në xhenet. Gjatë jetës sonë, si musliman, ne mundohemi të kryejm obligimet që Allahu na ka urdhëruar, me qëllimin final që të shkojmë në xhenet. Shpresojmë se do ta kalojmë jetën e përtejme atje. Sigurisht që shpërblimi më i madh në parajs është marrja e kënaqësive dhe mëshirës së Zotit. Ky nder i përket atyre të cilët besojnë në Zotin, një të vetëm, dhe mundohen gjatë gjithë jetës të qëndrojnë në kufit e caktuar nga Allahu. Ata që futen në xhenet do të përshëndeten nga ëngjëjt me fjalën paqe. Allahu thot në Kur'an: ne do t'u heqim nga krahërorët e tyre çdo sens mërie dhe urrëtie. Araf 43. Ata do të qëndrojnë në kopshte të lumturisë së përhershme, dhe bashkë me ta do t'jenë edhe familjarët e tyre, të cilët ishin të drejtë. Ëngjëjt do të vinë nga çdo krah duke përshëndetur: paqja qoftë mbi ju, për shkak se duruat. Sa e mrekullueshme që është shtëpia përfundimtare. Rad 24. Ata nuk do të dëgjojnë atje asnjë fjalë të keqe apo mëkat, vetëse fjalën paqe, paqe, paqe. Ka disa shenja të cilat tregojnë se një person do të shkojë në xhenet. E para, një formulë thjesht për të futur në xhenet, Ebu Abdullah ja Abir na tregon se një person shkoi tek profeti alayhis salam dhe e pyeti atë: në qoftë se unë i kryej të gjitha namazet farz, obligatore, agjeroj Ramazanin, veproj vepra të cilat më janë lejuar dhe ndalohem nga ato vepra të cilat janë të ndaluara edhe nuk bëj asgjë më tepër, a do të futem në xhenet? Profeti alayhis salam ju përgjigj: po, është e rëndësishme të përmendet se nëse një person nuk ka të ardhurat mjaftueshme, atëherë ai nuk është i obliguar të jap zekatin apo të shkojë për haxh. E dyta, ai i cili fal namazin e sabaut dhe të ikindis do të shkojë në xhenet. Transmetohet nga Ebu Bakr bin Ebi Musa: Allahu e mëshiroft se profeti alayhis salam ka thënë: kushdo që fal këto dy namaze, sabaun dhe ikindin, do të futet në xhenet. Kjo nuk do të thotë se mund të lëm pa falur namazet e tjera. Të pesta namazet duhen falur. Por ky hadith thekson këto dy namaze, sepse ato janë në kohën më të vështirë për njerëzit për t'u falur, dhe sa më e madhe vështirësia, aq më i madh shpërblimi. E treta, çdo person i cili udhton për qëllim marrjen e dijes, Allahu do t'i mundsojë atij që të ecë në kopshtet e xhenetit. Një person shkon tek Ebu Derda, Allahu e mëshiroft, dhe i thot: kam ardhur tek ti nga qyteti i të dërguarit Allahut, për një traditë që kam dëgjuar se e ke marrë nga i dërguari i Allahut, edhe nuk kam ardhur për asnjë qëllim tjetër. Ai i tha: kam dëgjuar të dërguarin e Allahut të thotë: nëse dikush udhton në kërkim të dijes, Allahu do t'ia mundsojë atij që të udhtojë në një nga rrugët e parajsës. Ëngjëjt do të ulin krahët e tyre në shenjë respekti për ata që kërkojnë dije. Banorët e qiejve dhe të tokës edhe gjallësat në thellësitë më të mëdha të ujit do të kërkojnë falje tek Allahu për ata që kërkojnë dije. Superioriteti i njerëzve që kërkojnë dije ndaj atyre që janë të devotshëm është sikurse hëna e plot në një natë të kthjellët kundrejt yjeve. Ata që kërkojnë dije janë trashëgimtarët e profetëve, dhe profetët nuk kanë lënë pas tyre pasuri materiale, por vetëm dije. Dhe ai që e merr atë, merr diçka shumë të vlefshme. Është detyrë e secilit prej nesh që të marrim sa më shumë dije kur kemi mundësi. Sa më e madhe dija që një person posedon, aq më i madh do të jetë shpërblimi për të nëse e përdor siç duhet. Allahu do t'i lartësojë në grada ata që besuan prej jush, si edhe ata të cilëve u është të dhënë dije. Mujadele 11. E katërta, profeti alayhis salam ka thënë: e vërteta të çon tek e drejta dhe drejtësia të çon në parajs. Një person duhet të thotë gjithmonë të vërtetën në mënyrë që të bëhet një person i besueshëm. Gënjeshtra të çon tek veprat e këqija dhe të vepruarit mëkatar të çon në xhehenem. Një njeri i cili vazhdimisht thot gënjeshtra, cilësohet si gënjeshtar përpara Allahut.
E lutim Allahun të na bëj prej atyre që thonë gjithmonë të vërtetën dhe që janë njerëz të drejtë dhe të fitojmë çmimin e madh, xhenetin, dhe të shikojmë bukurinë e Allahut në jetën e përtejme. E pesta, Allahu ka 99 emra. Dhe kushdo që beson në kuptimin e tyre dhe vepron drejt, do të futet në xhennet. E gjashta, kërkimi i faljes tek Allahu në mënyrën më superiore. Profeti alayhis salam ka thënë: mënyra më superiore për t'i kërkuar falje Allahut është: o Allah, ti je Zoti im, askush nuk meriton të adhurohet përveç teje. Ti më krijove mua dhe unë jam robi yt. Unë e mbaj besën dhe zotimin tënd, për aq sa kam mundësi edhe kërkoj mbrojtje nga ti për të këqijat që kam vepruar. I pranoj të mirat që më ke dhënë dhe i pranoj gabimet që kam bërë. Më fal mua, nuk ka kush i fal gjunahet veç teje. Profeti alayhis salam shtoi: nëse dikush e thot këtë me besim të plot gjatë ditës dhe ndërron jetë po atë ditë përpara perëndimit të diellit, ai do të jetë prej banorëve të xhennetit. Dhe nëse dikush e thot gjatë natës me besim të plot dhe ndërron jetë përpara lindjes së diellit, do të jetë prej banorëve të xhennetit. E shtata, parajsa është tek këmbët e nënës suaj. Xhahima, Allahu e mëshiroft, shkoi tek profeti dhe i tha: o i dërguar i Allahut, unë dua të bashkohem në ekspeditën tuaj, prandaj kërkoj lejen tuaj. Profeti i tha: a i ke nënën gjallë? Ai i tha: po. Profeti i tha: qëndro me të, sepse parajsa jote është tek këmbët e saj. Ne duhet t'u bindemi dhe të mundohemi të kujdesemi për prindërit tanë, veçanërisht nënën son. E teta, portat e xhenetit për namazin, agjërimin, për hapjen e fesë dhe bamirësinë. Profeti alayhis salam ka thënë: ai i cili shpenzon diçka në rrugën e Allahut për hapjes së fesë, do të thërritet nga portat e xhenetit. O robi i Allahut, kjo portë është më e mirë për ty. Dhe një person i cili është i kujdesshëm për namazin, do të thërritet nga dera e namazit, dhe cilido i cili është i etur për të përhapur fenë e Allahut dhe për të luftuar në rrugën e drejtë, do të thërritet nga kjo portë në xhennet. Dhe cilido i cili është i kujdesshëm në agjërim, do të thërritet nga porta Rejjan, porta e agjëruesve, dhe ata të cilët janë bujar, do të thërriten nga porta e bamirësisë për t'u futur në xhennet. Ebu Bekër, Allahu e mëshiroft, tha: o i dërguar i Allahut, ata që do të thirren nga këto porta nuk do të kenë nevojë për asgjë më shumë. A do thritet ndonjë person nga të gjitha portat? Profeti u përgjigj: po. Dhe unë shpresoj se ti do t'jesh njëri prej tyre. E nënta, shpërblimi për vizitën e vllait tënd në besim. Profeti alayhis salam ka thënë: ai i cili e viziton vëllain e tij në besim, do të mbledh fruta të freskëta në kopshtet e xhenetit. E dhjeta, ai, fjalët e fundit të cilit janë la ilaha illallah, do të futet në xhennet. Profeti alayhis salam ka thënë: ai person, fjalët e fundit të cilit janë la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, do të futet në xhennet. 11. Ai i cili kujdeset për jetimin, do të futet në xhennet. Ebu Hurejra, Allahu e mëshiroft, tregon se profeti alayhis salam ka thënë: ai i cili kujdeset për jetimin, qoftë ai i afërm i tij ose jo, unë dhe ai do t'jemi bashk në xhennet kështu. Dhe profeti bashkoi 2 gishtat me njëri tjetrin. 12. Shpërnda paqe, ushqete uriturin dhe falu natën që të futesh në xhennet me paqe. Profeti alayhis salam ka thënë: o njerëz, shpërndani paqe, ushqeni të varfërit dhe faluni natën kur njerëzit janë në gjumë, dhe do të futesh në xhennet me paqe. 13. Shpërblimi i haxhit dhe umres. Profeti alayhis salam ka thënë: kryerja e umres i fshin të gjitha mëkatet
ndërmjet kësaj umre dhe umres së mëparshme dhe shpërblimi i një haxhi të pranuar është vetëm xheneti. 14. Çdo person i cili agjeron, fal namazin e një xhenaze, ushqen një të varfër dhe viziton një person të sëmur brenda një dite. Ebu Hurejra, Allahu e mëshiroft, tregon se profeti alayhis salam ka thënë: kush agjeron sot? Ebu Bekri u përgjigj: unë. Profeti tha: kush ka falur namazin e një xhenaze sot? Ebu Bekri tha: unë. Profeti tha përsëri: kush nga ju ka ushqyer një person në nevojë sot? Ebu Bekri tha: unë. Profeti tha përsëri: kush nga ju ka vizituar një të sëmur sot? Ebu Bekri tha: unë. Pastaj profeti, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, tha: çdo person i cili i bën këto brenda një dite, do të futet në xhenet.